Denoncimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim për shtimin fiktiv të 600 votuesve nga ana e Bashkisë së Vorrës, e cila drejtohet nga Fiqëri Ismaili në siglën e Partisë Demokratike, ka shkaktuar debate të ashpra në sallën e Parlamentit, që rrezikuan deri përplasje fizike. Deputeti i LSI-s Luan Rama e drejtoi gishtin nga opozita për situatën e krijuar në Vorë, por kreu i Republikanëve Mediu, të cilit ju përmende dhe krushia me kandidatin e Vorës, është kundërpërgjigjur duke thënë se mazhoranca po shantazhon kandidatët. Tani unë nuk e çova unë të shpërndante miell Baxhanakun e Fiqës që punon në presidencë e kapi policia dje o Fatmir. Keni më shumë se një muaj me bandit në Vorë, keni më shumë se një muaj që çdo natë me policinë e shtetit merrni, arrestoni dhe mbani nga 7 tetor 10 veta çdo natë. Veni në mënyrë të kundralishme dhe bllokoni bizneset, vetëm për të bërë presion. Pasi është ulur në vendin e tij, Mediu ka replikuar në distancë me deputetin Luan Rama, duke ju drejtuar me fjalë fyese. Çdo masë qeverisë apo e komandit të cënon në universitetin. Student lëvizjes për universitetin. Në debate është përfshirë edhe deputeti i LSI-s Robert Bitri, i cili i ulur pranë kolegut të tij Rama, i kërkoi deputetit Mediu të kthehet para e të mos vazhdojë. Në këtë moment, debati është përshkallëzuar deri në fjalinë e republikanit Mediu për të dalë jashtë se ja tregonte ai. Për të qetësuar situatën dhe për të mos degraduar në përplasje fizike mes deputetëve, është dashur ndërhyrja e kolegëve të tyre, por edhe fjalimi i mbajtur i kreut të kuvendit Meta, i cili mes të tjera është bëri thirrje për shtensionim të situatës, edhe se nëse dikush merr sinjale për blerje vote, t'i çojë ato në organet e drejtësisë. Por ajo që është më e rëndësishme, mendoj unë, është provokimi i panevojshëm i tensionit në këtë sallë. Ne kemi detyrë gjithë, përderisa flasim për forcim shtetit ligjor, që të vëmë në lëvizje mekanizmat e shtetit ligjor. Kam parë në Gazetë Pavarur para ca ditësh një foto tjetër botuar për një person që merrte para, abundante para në një zyrë në shtabit të kandidates së Partisë Demokratike në Shkodër. Nuk e di a është foto e vërtet, a është fotomontazh, do të ishte shumë mirë që edhe kjo të shkonte në gjykatë apo të shkonte në prokurori dhe të verifikojë. Ilir Meta përsëriti se për të nuk është i rëndësishëm rezultati, por procesi zgjedhor.